Kryeministri Edi Rama ka vijuar reagimet publike në rrjetet sociale lidhur me protestat që po zhvillohen për javësh në kryeqytet. Ai ka publikuar një postim ku akuzon se në protestë janë përfshirë persona që sipas tij nuk përfaqësojnë kauzën qytetare, por agjende të tjera. Në reagimin e tij Rama ka shoqëruar postimin me një foto që ka bërë deklarata të forta ndaj disa figurave të përfshira, duke i lidhur ato me nxitje urrëtie me qëllime politike të jashtme. Është i njëjti personazh i ardhur me karavanin e diasporës së shtirur, që në emër të Allahut predikojnë urrëtie, thret për kryengritje ndaj qeverisë së Shqipërisë, kërkon hakmarrje ndaj Amerikës për vëllan e vrar, kasapin e regjimit të Teheranit, generalin famkeq Kasem Sulejmani. Dhe po, personazhi në krah të saj është Ahmadinejadi, dora vet, kryeshërbëtori famkeq i ajatollave të errësirës, shkruan kryeministri Rama. Kryeministri thekson se protestat qytetare janë të drejta, por sipas tij, ata nuk duhet të deformohen nga individ që nxisin përçarje dhe urrëtie.